Edhe këto janë fjalë të urta të Salomonit, të cilat i mblodhen njerëzit e Ezekias, mbretit të Judës. Është lavdi e Perëndis të fshesh një gjë, por është lavdi e mbretërve ta hetosh atë. Qejt për lartësinë e tyre, toka për thellësinë e saj, dhe zemra e mbretërve janë të panjohshëm. Hiqë skurin nga argjendi, dhe argjendarit do t'i dal një enë. Largo të pabesin nga prania e mbretit, dhe froni i tij do të bëhet i qëndrueshëm në drejtësi. Mos u përlvdo në prani të mbretit, dhe mos zër vendin e njerëzve të mëdhenj, sepse është më mirë të thuhet, ngjitu këtu lart, se sa të ulin për para princit që syt e tu kanë para. Mos bëj padi me te për nxitim, sepse në fund nuk do të dish çfarë të bësh, kur i afërmi yt do të ketë bërë me turp. Diskutoje padin tënde kundër të afërmit tënd, por mos e zbulo sekretin e një tjetri. Me qëllim që ai që të dëgjon të mos të diskreditoj, dhe nami yt të njolloset për gjithnjë. Me fjalët thënë në kohën e duhur, është si molla të arta mbi një enë argjendi. Për një vesh të bindur, një i urtë që qorton është si një vath i artë, një zbukurim prej arit të kuluar. Si ftohtësia e borës në kohën e korjes, ashtu është lajmëtari besnik për ata që e dërgojnë, sepse ai për të rinë shpirtin e zotërinve të ti. Kush mburet për një dhurat të reme, është si retë dhe era pashi. Me durimin i mbushet mendja një princi, dhe gjuha mbathyen kockat. Në rast se gjem mjaltë, haq sa të mjafton, me qëllim që të mos dendesh dhe pastaj të vjesh. Shkoral në shtëpinë të afërmit tënd, që ai të mos mërzitet me ty, sa të Njeriu që deponon gënjeshtra kundër
Të afërmit të ti është si një topuz, një shpat dhe një shigje tempret, besimi të një njeri i pa bezditën e fatkeq, si s'është si një dhëmb i thyrë dhe një këmbë dhe ndrydhur. Kush i këndon këngë zemre të pikëlluar është si ai që heq rrobat e tij në një ditë të ftohtë dhe si u thulla mbi sodo. Në qoftë se armiku yt ka uri, jepi bukë për të ngrënë, dhe nëse ka etje, jepi ujë për të pirë, sepse kështu do të grumbullosh thëngjim mbi kokën e tij, dhe Zoti do të shpërblej. Hera e veriu të dëbon shiun, dhe një fytyrë rreth gjuhën që po shporit gënjeshtra. Është më mirë të banosh në cep të një qatje, se sa në një shtëpi bashk me një grua grindavec. Një lajm i mirë nga një vend i largët është si ujë i freskët për një njeri të lodhur dhe të etur. Një i drejt që lëkundet për para të pabesit është si një burim i turbut dhe një pusin ndotur. Të hash shumë mjalt nuk është mirë, dhe të kërkosh lavdin tënde nuk është lavdi. Njeriu që nuk e përmban do të vetveten, është si një qytet i rafshuar